يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet i dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Kjo është dersi i tretë që flasim këtu përpara rreth jetës në varr, rreth pyetjeve që do të vinë në varr dhe temat që kanë të bëjnë me këtë çështje. Kjo është e treta. Dhe ende na jemi tek rasti se si ju vjen njerëzve vdekja. Si ju vjen njerëzve vdekja. Dhe kena përmend pak herën e kaluar, edhe do shtesat do t'i bojnë edhe kësaj radhe, se njeriu me atë çka jeton edhe vdes. Njetoft si buri mirë, kjo është në përgjithësi. Njetoft si buri mirë do të vdes. Njetoft si jo i mirë do të vdes. Pra ashtu qysh me çka jeton, edhe ashtu do të vdes. Ka rastis në herat, ka përmend në Al-Kaimi, në El Jawab El-Kafi, në librin e tij, thotë se ju ka rastis më herët disa njerëzve, kur i kanë thonë momentet e fundit të jetës së tij, rreth i tij ju ka tubu, edhe i ka thonë, thuaj la ilaha illallah, se njeriu nëse vdes me fjalën la ilaha illallah, herët avën do të jenë në xhennet. Nëse vdes me këtë fjalë. Edhe nashta veç për çkët pikë do të flasim kur t'i vjen pak më shumë, për në herë tjetër. Dhe kur i thëke thuaj la ilaha illallah, çka thëke ai? E përmendet në Al-Kaimi këto thotë, ai thëke ma taqul. Wa lam ad'a ma'siyatan illa rakibtuha. Alayhi salam. Ai thëtë çka e ka thu? Atyre antarëve të rrethit çka e kanë rrethu atë. Jo thëke çka jeni ka thënë be. Po si me thonën këto fjalë çka ju po e kërkani për shahadetin, si me thonë, kurën s'kam lot keq që pa e bon. Edhe thëtë, thumma qudiya wa lam yaqulha. Edhe ai vdeku dhe nuk mujti me thonë fjalën la ilaha illallah. Dhe pse hala ishte gjallë, por nuk ka jetu me këtë fjalë. Prandaj edhe s'mujti me thonë fjalën la ilaha illallah, edhe pse të tjerët ja kujteshin te kryt. I thoshin, "O po, thuaj la ilaha illallah." Ai dhe ku me thonë këtë thënë çka po e kërkoni ju? Ku s'kom lot keq pa bo gjithë jetën. Thot në këtë vend, thot bili ka rastis njerëzve tjerë. I kanë thonë ka rastis njeri ka thonë, thuaj la ilaha illallah. Ai thëjke, si ta tham, kur unë gjatë ton jetës time as një namaz nuk e kam bon. Gjatë jetës time as një namaz nuk e kam bon. Si ta tham ato çka ju po e kërkoni. Edhe vdiq. E përmend këtë libër, thotë dhe vdiq dhe nuk mujti me thonë fjalën la ilaha illallah. A pa e vrejni pra? Ai qysh ka jetu, qashtu, edhe ka përfundu. E përmend këtë vend gjithashtu thotë ka pas njëri që i kanë thonë, thuaj la ilaha illallah. Se nëse shkon me la ilaha illallah, qysh tash më herët, shpërblimi shumë i madh, në xhennet, herët avën. Thuaj la ilaha illallah, por ai nuk kishte jetu, ky personi tash tjetër, që po e përmendim. Ai s'kishte jetu me këtë fjalë. E çka thot? Ai ju që nuk e tha këtë fjalën. Po se tha që tha, po se po. Por vdeku duke e mohu, duke thonë se unë e mohoj këtë fjalë krejt. Unë baj kufër mbi këtë fjalë, stakfirullah, ai ka thonë. Unë e mohoj. Pra dhe e ka mohu, se gjatë ton jetës e ti ka mohu, ose gjatë ton jetës e ti s'ka qenë që ka hesë me këtë fjalë, kur në momentet e fundit, ju që me thonë s'mujti hiq, por një herit edhe tha, unë këtë e mohoj.
E përmend këtë vend në Al-Qaimi thotë se ka rastis disa prej tregtarëve të mëdhaj kur ju kanë thonë fjalën ose në momentet e fundit të jetës së tij, kur i kanë ardhur melekët, se na kanë përmend që melekët vinë të rrethojnë edhe për të sjellin edhe bojnë doa për ty e çuçi kena përmend më herët. Nëse mbi përsërit më. Ka posta prej tregtarëve kur i thyshin thuaj la ilaha illallah, a di si u përgjigj këtë tregtari që s'kishte jetu, se ka tregtar para jetën me fjalën la ilaha illallah. Ky tregtar që s'ka jetu, na po dora me punë dashti shembuj se njeriu me çaton që ka jetën edhe vdes. Tanaj me çaton që vdes, me çaton edhe ka mund ngjall ditën e gjykimit. Dhe kur i thanë disa tregtarëve thuaj la ilaha illallah, a di si u përgjigjen? Ata u përgjigjen që me thonë la ilaha illallah, thyshin që ky artikull qen ka i mirë, që ky artikull qen ka i lirë, që ky s'qen ka shumë i mirë, që ky qen ka artikull i shtrenjtë. Pra kështu përgjigjke. Ai rrethi i tij i thyshin thuaj la ilaha illallah, ky u përgjigjke me çkëtë përgjigje. Pse kështu? Sepse ai ka jetu me çaton që ka jetu edhe me çaton edhe ka vdek. Prandaj vjen një rast Rabi' ibn Shabrama prej të parëve, thotë se ka rastis në Shamin e Sutit. Dhe më zë njerëtin po tjera të herë. Edhe ka rastiset në Sham, i kena thonë një njerit, jo është thonë një njerit momentet e fundit e jetës e ti. O filan, thuaj la ilaha illallah, dëshin mja bo me përfundu jetën me të mirë. Se ma e mira që mund me të përfundu jeta, është me vdek me fjallën la ilaha illallah. Thot kë Rabi' ibn Shabrama, thot në Sham, ju ka rastizi sa njerëzve i kanë thonë thuaj la ilaha illallah, a di çka thej kaj? Ai u përgjegjke dhe thoi ke ishrab wasqini pe, dhe më pe alkohol, ka qenë njëri alkohol i qarë. Edhe këto ishin përgjigjet, qashtu që ka kalu jetën, me atë rrethin e vetë, no pe, bema na një dhe mu ta pi. Qështu tha thoi ke? Ata i thëshin thuaj la ilaha illallah, ky thoi ke peni, no pije qatë alkohol, ma e pe dhe mu pak ta pi. Para njeriu me qaton që ka jetën, me qaton vdes. E pastaj me ato që vdes, me ato ka mu rinjallë. E pastaj disa prej tregtarëve, kur i përmenin këta që i përmenda me lartë, disa prej dietarëve thonë se kur disa tregtarëve që i përmenda dhe me lartë, në herën e parë, thëshin disa dietarë, ky ka artikull i mirë, ky ka i lirë, ky i shtrenjtë, ky i lirë, ndërsa përmendin numra disa tregtarë, duke thonë që ashtu që ka kalu jeta, 10, 11, 12, si me thonë 10 euro që kë, 11 euro që kë, 12 euro që kë. Pra që ka kalu jetën, me qëtu sende që ka kalu jetën, me qëtu edhe ka vdek. Kja njerëz që si shembull që ka i pruna, njerëz jo të mirë. Ata bin një shembull njerëzve pak njerëzve të mirë. Se njeri ju thash, qysh jetën vdes. Shembull e njerëzve të mirë për tyne, Omer ibn Abdulazizi. Omer ibn Abdulazizi është i gjeneratës të dytë, ka marrë mësim për disa sahabive, njeri i mirë dhe qëtë. Bili kanë thonë Omeri i dytë. Se Omeri parë, radiallahu anhu, Omer ibn Khattabi, kjo ka pos emrin për Omer ibn Abdulaziz. E kanë thonë Omeri i dytë, se ka hecë në gjurmet e Omerit radiallahu anhu. Ka qenë buri madhi, mirë. Edhe prisje besimtarve për një kohë të vogël. Kur e në moment i vdekjes, tregojnë në rrethi i tij, shtëpia e tij se si ka përfundu, ose si është ka puna, ose si ju ka përgjigj me lekve pastaj kur i ka pa. Thojnë se ky ishte shtrit. Omer ibn Abdulazizi ishte shtrit dhe rrethi e kishin rrethu, po ky mund nuk kishte punë me rrethin. Se na jem të thonë se meleket vinë, ju vish një që vjen,
me ta marrë shpirtin, por vinë shumë melek të rrethojnë. Omeri Omer ibn Abdulazizi, ishte momentet e fundit të jetës e tij, edhe i tha atyre rrethit, ulnëm pak, ulnëm qënëm, se s'moj ke mo shej trupje, mo asë më që më ullë. Tha, ulnëm pak. Kore olen e ngriti kryt për pjetë dhe janisi po këshyrë. Si këshyrë kjo ma të rrejthin shpinë e vetë, antarë të familjes. Si këshyrë kjo. Se dhe kjo ka vdek e kanë helmu. Dhe, shka thëjke? Thëjke, unë jam qaj që emërteni i fe kasërt. Po, ju thëjke, së që falke ma që shpizë vetë. Po, janisi tash po i fletë me legve. Dhe me po, për muje në ardhë. Unë jam qaj që sa më ka urdhnu, sa herë më ka urdhnu, sa shumë më ka urdhru Allahu, e sa shumë unë i kam lënë mongi urdhnat e Allahut. Unë jam qaj që Zoti sa shumë më ka ndalu prej sa sendeve, e sa shumë më ka të kam bo one. Këtë është fëlke për meleket e rrethun. Dhe sa shumë ka urdhnu Allahu, e sa shumë mëne i kam lënë urdhat mongi, e sa shumë më ka ndalu, e sa shumë dalesa unë i kam bon. Mirë po tha, thejke, ta e përseret ke 3 herë, ta e përseriti. Mirë po tha, walakin, la ilaha illallah. Mirë po dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut azza xal. Por ky e tha, edhe pa i thon hiç antarët e familjes, thuje fjalën la ilaha illallah në momentet e fundit. Ky e thujke. Fjalën la ilaha illallah, edhe e tha fjallën la ilaha illallah, u qëtësu pak, edhe antarët e familjes i thanë, o prisi, ose ata që ishin në rrethet, i thanë, o prisi besimtarve, qka u bon të shka që po këshyrë, i nuk po na shikon neve, po këshyrë dhe më lartë. Dhe valla tha, tasht jam duke e pa dikan që na ka rrethu, ata s'janë as njerëz, e as e gjinë. As njerëz as të gjinë, por ka qenë Omer ibn Abdulazizi duke i po meleket që kanë rrethu këtë njeri. Por, para se me thonë këtë fjallë, edhe pa i thonë heq, thuj la ilaha illallah, kë njeri i mirë, e tha fjallën la ilaha illallah. Pasaj, Harun al-Rashidi, një prisi besimtarë ka qenë, dhe kë ka qenë njeri drejt. Harun al-Rashidi ka pas shumë hapësirë të madhe të tokës islamet, ose kënë po shtetin e tij. Ka qenë njeri i drejt. Edhe kur erdhi momenti i fundit atina, tha se o ju komandant të rrethi që ka pas, ma sjellni ushtrin. Edhe ata i thanë ushtarve, hajde armatosuni se po ju lyp prisi besimtarve. Armatosuni edhe hajde një rrethit. Ta u armatësën me shpata dhe me prazmure, sa që mu ishte vështirë me ngjeh numrin e ushtarëve, sa u bon rreth tij. E janisën e drejtotën pak, janisi pikëshyr ushtrin. Harun al-Rashidi, janisi pikëshyr ushtrin, dhe tha, kështu, tha, ja men la jezulu mulkuh, irham men qad zale mulkuh. O Allah i madhreshëm, ty që stë humbet pushteti jëtë kur, mshira Jerubin që pushteti ti move që hupi. Harun al-Rashidi. Jo drejtu Allahut me këtë lutje. Pra ishte njëri që a i vazhdimisht bajke ibadet Allahut, edhe luft në rrugën e Zotit, edhe njëri që u përpeqke me që shëriatin që shdohet, edhe në ato momente, a i janisin momentet e fundit e jetës e ti. Jo si koratat të parët, kur i thëshin thuj la ilaha illallah, a i thike ama pak alkohol të pije dhe one, pine nga pak pine. Kjo jo kështu. Se kishte kalu jetën kështu, po e kishte kalu me të mirë. Ja nisin doa, tha, o Zoti i madh, o ti që pushteti yt nuk të humbet kur. Mshira Jerubin që move që humbi pushteti. Edhe ja nisi me qajt. Me gjithë ato ka post mira dhe që ato, ja nisi me qajt derisa edhe ndrajet prisi i besimtarve Harun al-Rashidi. Për ka kalu jetin si me doa me ibadet, me doa dhe ibadet, dhe për ulljen ndaj Zotit edhe i përfundoi jeta. Ai prisi me hershëm Omer ibn Abdulazizi
e ka kalu jetën më të mira, që njerëzit e kanë pas shembullat atë njeriu dhe historia e një dhe është që i thujnë e llogaritin bili pensi si kalife për shkak drejtësisë së tij. Pas Ebu Bekrit, Omerit, Osmanit, Aliut e llogarisin këto. Jo që ka qenë renditje, po e llogarisin për shkak drejtësisë së tij, por ai vdeq pa i thonë hiç tu la ilaha illallah, jo thuj la ilaha illallah. A të vreni? Njerëz të mirë se si ka përfundu? Po e bini një shembull tjetër. Ka qenë më herët një prej muezinave. Po. Ka qenë një prej muezinave. Edhe ja ka dhënë besën Zotit që une kam u konë muezin për hije të Zotit. S'du pagesë për ezanin që e thirri. Kam u konë muezin për hije të Zotit. Edhe ka hes muezin lëk, a di so? 40 vite. 40 vite ka hes vësi muezin akon, gjithë. Kur i boni 40 vjet, i boni edhe vjetë tash, po i moshuar, edhe usemur. Por e kopi një smundje pak e rond. A që rond, sa që kë mbeti në shtratin e ti, dhe mu nuk mund të as me leviz heq. S'mëjke as me leviz, muezini. As mu që unë kam me falë, as i që kërë, shtrit këtë veç, tjetë veç ka e shërbejshin, mi prun diçka me pi, me ngranë. Mi po kjo kishte mësu jetën si muezin. E kishte mësu vetën e ti me thirë ezanin. E krejt kush e ndëgjën ezanin e një muezini, lutet për të. Lutet për juve, që e theni. Edhe insektet që ta ndëgjojnë, ezanin e ju lutën për juve. Keni nderi me tjetë. Pra ndaj muezina ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, në ditën e gjykimit janë me qafa më të gjata. Me qafa më të gjata. Ka shumë zbërthime, një prej tyre kanë thonë është për qëllim, janë safat parë muezinat. E pse përmeni qafën? Se qafat ju shihen zakonisht aty në safat e parë. Se tani më lart se qafa nuk i shihet fare. Ka thonë janë safat parë muezinat. Edhe ky njeri për 40 vite me radhë, llogarit, 40 vite të i bëmë muezin. E tash ti mbeti, po kur e nike ezanin, kur ja nisi një muezin tjetër, me thirë ezanin, ky u mërzit. Se ky është mësu gjithë me thirë ezanin. Edhe u mërzit. Edhe ja nisi po bando. Tha o Zot, ti na din jetën tona. Ti e din që unë për 40 vjetë kam thirë ezanin, ti e se kam thirë për pare. Po e kam thirë veç për hijet tonë dhe në Zot. Se ne ka pas premtuar në hadithet pejgamberit që kush e thirë e ka këtë shpërblim, e kush thirë ezanin e ka këto, e kush thirë 12 vite e ka këto. Tha ti e din që unë kam thirë veç për hijet tonë dhe, o Allah i madreshëm. Mundësëm, a tha, mos t'jam i ullur, i nënçmuar në momente se pesha Zot që mu vdekja veç mu ka afru. E mos të mbetet vdekja ime shtrit qështu, e muezini të thirë ezan e one veç me ngu. Thojnë djemt e ti, a di si ka përfundu jeta? Thojnë djemt e ti se është ardhur koha me thirë ezanin. Kur e boni që këtë do, ky muezini, i undru ngjyra fytyrës e tij. I undru ngjyra fytyrës e tij. Edhe erdh koha, ai deri poshtë s'më kemë livrit hiç. Thonë djemt e tij, valla betohen Zotin e madhreshëm që ishte në shtrat. Po kur edhe ky moment u qun kam të shtrati në drejtimin e xhamis, u qun kam. Edhe ja nisi me thirë ezanin, çaj s'më ka as me livrit hiç. U qu ja nisi me thirë ezanin, kur atë fjala muezin e shedin, të fjala la wa ashhadu an la ilaha illa Allah, ta si e përfundoi që ton ron se ishte tha, ku shko të me këshyr tha, e pom që veç kishte vdekur. Por me çaton që ka jetu, edhe me çaton ka vdekur. E pastaj me ato që vdes, ky muezin këtë rast ka mund ngjall nesër kur dalmi para Allahut, ai ngjallet duke e thon shahadetin. Prandaj e ju një është të bëhemi vepër mirë.
të bëhemi vepër mirë, që ta përfundojna jetën me të mirë, e pastaj të dalmi para Allahut me qatë vepër të mirë, që e kena përfundu jetën këtu. Mirë po shejtani mallkuar, edhe në këto momente, disa njerëzve ju ban cytje edhe në çdo momentet e fundit. Ai është në telashe, njeriu, melekët e kanë rrethu, dhimbjet e trupit të tij. Megjithatë shejtani vjen edhe i ban vezvese. Prej tyne, cilat janë ato vezvese, edhe çfarë dyshime i bjen, do t'i vazhdojnë inshallah herën e ardhshme për shkak se minutat na shkojnë. Lutemi Allah të na fal, na mëshiron. Lutemi Allahun azza wa jall që na ban me përfundu jeta jonë me të mirë, e pastaj të dalë me Allah, para Allahut me të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin.